Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinab. Allahu subhanahu wa ta'ala falenderojmë, ndërsa salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam i dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit të pasë. Patyshim vëllezër se libri Allahu subhanahu wa ta'ala është burimi i pashtershëm i urtësive dhe burimi i pashtershëm i mësimeve të cilat i marrin njerëzit nga ky argument prej argumenteve fetare. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala në fillim të surës Al-Baqara dhe në fillim të librit të tij ka thënë se është hudel lil muttaqin, se është udhërofyes për ata të cilët janë devotshëm. Allahu në vend tjetër në Kur'an ka thënë për librin e tij se është udhëzues dhe udhërofyes për njerëzit. Duke nis nga ky fakt se libri Allahu subhanahu wa ta'ala është diçka e cila na mëson neve gjatë jetës tonë dhe gjatë rrugtimit tonë drejt Allahut azza wa jall, një ajet cilin e shpesh e përsërisim. Sot kam nis domethënë përgatitin një temë, kam pat në plan këto ditë temë tjetër. Mirë, po kur kam nis gjatë mbledhjes materialit për atë temë, ky ajet domethënë pak ma ka tërheq vëmendjen. Ajo është e thënia Allahut azza wa jall në surën Al-Baqara dhe në përvendet ndryshme në për librin e tij, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Allahu thot në fillim të surës Al-Baqara, dhe kur ne i tham, ju tham melekve, ju tham engjujve, usjudu li Adem, bëni sejdë Ademit alayhi salam. Urdhën nga ana Allahut azza wa jall për melaqet që ata t'i bëjnë sejdë Ademit alayhi salam, vazhdon Allahu dhe thot fasajadu, dhe ata i bën sejdë illa iblis, përpos iblisit, eba wastakbar, i cili ka refuzu dhe ka tregu kryelartësi, wa kana min al-kafirin, dhe me kët është bën prej kafira. Ky ajet jo rastësisht Allahu azza wa jall e ka përmend disa herë në për librin e tij. Dhe një prej sureve ku më detajisht flitet rreth këtij rasti, rreth këtij tregimi është surja Al-Baqara në këtë vend, po ashtu edhe në surën A'raf dhe në për sure tjera ku Allahu subhanahu wa ta'ala ka tregu detajet këtij rastit. Ajo është se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka urdhnu melaqet që t'i binë sejdë njeriu të para është Ademi alayhi salam. Dietar kur kanë marrë në tefsir në komentimin e këtij ajetit dhe në përgjithësinë ajetet cilat përsëriten herë pas herë në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, na kanë treguar neve se Allahu azza wa jall nuk na tregon neve, nuk na përkujton për diçka her pas here pas një dobi. Ka diçka pse Allahu subhanahu wa ta'ala na e tregon neve këtë disa herë në librin e Allahut azza wa jall. Andaj dietarët kanë thënë se kët ajet Allahu nuk e ka përmend kot mbas koti disa herë në librin e tij. Ka urtësi cilat qëndrojnë pas kësaj përmendje të këtij ajeti në disa vende, në për disa sure, librin e Allahut azza wa jall. Këto urtësi ndoshta ne i dim, ndoshta nuk i dim. Ndoshta unë i di, ndoshta unë i di, ju si dini, ose është e kundërta, ndoshta ne si dim, po njerëz tjerë i din. Andaj mos themi se nuk ka urtësi në atë cilën Allahu e ka përsërit disa herë në librin e tij. Themi Allahu azza wa jall disa ajete para këtij ajeti thot: "Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa." Dhe kur Allahu ju tha melekve, ju tha engjujve, inni ja'ilun fil ardi khalifa, unë do të bëj, do të lën këtë tokë më këmbës. Ai është Ademi alayhi salam. Dietarët kanë thonë, çfarë është urtësia? Pse Allahu azza wa jall e ka përmend në fillim të këtij ajetit, ka thonë wa idh qala rabbuk, kur ka thonë o Muhammed, Zoti yt, ndërsa kur ka thonë te sejdëja, ajo është urdhri për sejdët me laqeve ndaj Ademit alayhis salam, ka thonë wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adem. Dhe kur ne ju tham me laqeve, bëni sejdë Ademit alayhis salam. Dietarët kanë thonë prej urtësive në këtë çështje është se Allahu kur ka thënë wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, dhe kur Zoti yt, Rabbi yt
Ju tha melaqeve, Zoti kujt? Zoti Muhamedit alayhi salatu wasalam, unë do të bëj në tokë më këmbës, do me thonë unë do të krijoj krijesë të re dhe do ta bëj këtë krijesë si më këmbës në tokë. Thjesht Allahu tregon për diçka cilën do ta bëna ai subhanahu wa taala. Dhe kjo gjë cilën e tregon Allahu ka të bëj me krijimin. Dhe krijimi si cilësi është cilësia më e madhe e atij i cili cilësohet si çfarë? Si Rabb. Andaj Allahu kur e ka përmend krijimin dhe lënien si më këmbës kësaj krijese madhështore, ka përmend emrin e tij Ar-Rabb. Wa idh qala rabbuk, dhe kur tha Zoti i to Muhammed. Dhe këtë Zot ja ka përshkruajt kujt? Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë se është Zot i kujt? Zoti i krijesës më të mirë, i cili është pasardhës i kësaj krijese të cilën Allahu e ka përmendur në këtë jetë, është pasardhës i këtij mëkëmsi, cilën do ta lënë Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po kur ka ardhur tek urdhri, kur ka ardhur tek tregimi, te pjesa e dytë e këtij tregimit madhështor, Allahu thot wa idh qulna lil malaika. Kur ne ju tham melaqeve, nuk ka thon kur Zoti yt, kur Zoti, kur Allahu, po Allahu thot kur ne ju tham melaqeve, bëni sejdë Ademit alayhi salam. Kan thon dietar, fakti se Allahu azza wa jall e ka përshkruajt veten e tij me për emrin ne, tregon për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe herën e parë kur Allahu ka tregu për mëkëmsin, ka tregu vetëm si diçka cilën do ta bën Allahu dhe s'ka pa të bëj me krijesa tjera, në këtë rast kanë qenë melaqet Allahut azza wa jall. Mirë, po kur krijimi i kësaj krijese të re, ajo është njeriu Ademi alayhis salam, ka të bëj me diçka, me këto krijesa tjera, ato janë melaqet, Allahu ju thot atyre, dhe kur kur ne ju tham melaqeve, do me thonë unë them Allahu, duke madhru veten e tij, duke thonë ne themi se do ta krijojmë një krijesë të re dhe ju duhet t'i bëni sejdë kësaj krijesës së re. Andaj Allahu ka treguar se unë jam më i madhrishmi dhe unë jam më i madhi, andaj urdhri ka ardhur pas për emrit ne. Kur ne kemi kriju diçka të madhe, unë ju urdhnoj që ju t'i bëni sejdë kësaj krijesës madhështore, e cila është krijesë thjesht prej krijesave të krijuesit madhrishëm subhanahu wa taala. Andaj Allahu e ka madhru veten e tij. Kanë thënë dietar, çfarë është përshtatshmëria e përmendjes së këtij rasti në surën Al-Baqara dhe mund këtë vend cilin e ka përmend Allahu azza wa jall? Për urtësive kanë thënë e para është se Allahu subhanahu wa taala urdhrin ndaj melaqeve për sejdën e Ademit alayhis salam e ka përmend si cilësi e katërt apo si lëvdat e katërt në vijim e Ademit alayhis salam, me cilën ai e ka veçuar Ademin alayhis salam prej krijesave tjera. Veçori e katërt, cila është unë i kam urdhëruar melaqet që të bëjnë sejdë ty. Cilat janë tre të parat? Tre të parat është se Allahu e ka quajt Ademin alayhis salam si khalife, më këmbës në tokë, dhe nuk i ka quajt më para ndonjë prej krijesave si më këmbës për këtë tokë. E dyta është se Allahu azza wa jall ka kriju tokën dhe çka ka në të për këtë më këmbësin dhe pasasit e tij. E treta është se Allahu azza wa jall i pa dhënë këtij më këmbësit diçka cilën nuk e kanë pat me laçi. Çfarë është ajo vëllezër? Dituria. Kur Allahu subhanahu wa taala e ka mësua Ademin alayhis salam prej sendeve të ndryshme. Dhe më interesant çfarë është? Se Allahu subhanahu wa taala kur ju ka pat thonë melaqeve, o idh qala rabbuka lil malaike, o idh qulna lil malaike, o idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, dhe kur Zoti yt ju tha melaqeve, unë do të bëj në tokë më këmbës, përgjigjja atyre çfarë ishte vëllezër? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Ti do të lësh më këmbës prej krijesave në këtë tokë, cilat do të derdhin gjak dhe do të bëjnë çrregullim nëpër tokë? Kështu e kam paramendu ata këtë krijesë të re. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka thënë inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë di atë cilën ju nuk e dini. Çfarë është prej gjërave të cilat Allahu i di për këtë mëkëmsin e ri? Sa ai ka dituri, ju s'keni dituri për sende ndryshme. Andaj Allahu 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allahu ja pat mësua Ademit alayhis salam ki gjërat. Dhe çfarë u tha melaqeve? Emërtoni ju këto sende. Këto thanë çfarë? Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Qofshi lartësuar o Allah, ne s'kina dituri veç asaj diturie cilën na e ke dhënë ti.
atëherë Allahu Azza wa Jalla i thot Ademit alayhis salam, kësaj krijese të re, e cila do me thonë sipas melaçeve nuk ka qenë krijesë e cila do të ketë dituri, ose e cila do të jetë e devotshme, po përkundrazi do të jetë krijesë e cila çfarë? Do të bëjë çrregullim në tokë, dhe krijesë e cila do të shkel ligjet dhe kufijtë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu Azza wa Jalla i thot Ademit alayhis salam, tregova ti këto emra apo këto gjëra të cilat ua ka mësuar Allahu, dhe Ademi alayhis salam ua pa tregu. Kjo është veçoria e tretë me cilën Allahu e ka veçuar këtë mëkëmbës apo këtë krijesë tre, dhe e katërta është pasi ka ndodhur kjo, Allahu i thot çfarë? Bëni sejdë atëherë kësaj krijese të madhe. Dietarët kanë thënë, pasi që Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar melaqet që t'i bëjnë sejdë Ademit alayhis salam, kanë thënë prej gjërave me cilat Allahu e ka veçuar po ashtu Ademin alayhis salam ndaj melaqeve është se kur Allahu i pyeti melaqet për këta gjëra të cilat nuk i dishin ata, ato thanë subhanek. Kjo është prej edebit melaqeve dhe njerëzve të mirë. Kanë thënë qofshi lartësuar o Allah, ne nuk dim, do me thënë këto si krijesa nuk flasin vetëm separat cilën e din. Dhe kjo është gjë e lëvdueshme për ata. Kur s'kan ditë diçka kanë thënë subhanek, qofshi lartësuar o Allah, ne dim vetëm atë cilën e ke mësuti. Ka ardhur rendi Ademit alayhis salam dhe ai ka treguar për asaj diturisë të cilën ja ka treguar Allahu Azza wa Jall. Mirë, po pas asaj ka ardhur urdhri për melaqet në raport me njeriu, ajo është që t'i bëni sejdë Ademit alayhis salam, kanë thënë disa prej dietarëve. Pasi që ata u pyetën dhe nuk dishin, dhe u pyet Ademi alayhis salam dhe ai kishte informata dhe dituri për atë cilën pyette Allahu i urdhroi këta krijesa, cilat në përgjithësi janë më të larta se kjo krijesë e re, më të larta me pozitë, do me thonë, i urdhroi që t'i bëjnë sejdë Ademit alayhis salam, duke thënë ata, do me thonë, gjendja e tyre duke thënë se ne jemi krijesa cilat kanë pretenduar diçka tjetër, po Allahu pa të kriju diçka tepër më të madhe se sa që kemi menduar ne. Andaj Allahu ka urdhëruar që ata t'i bëjnë sejdë Ademit alayhis salam. Çështje tjetër rreth këtij ajeti, vëllezër. Kur Allahu thot wa idh qulna lil malaika, kur ne ju tham melaqeve, usjudu li Adem, bëni sejdë, kur e them usjudu, vëllezër, do me thonë pasi e ndajna fjalia nisën me usjudu. Mirë, po gjatë leximit nuk lezohet kështu. Lezohet wa idh qulna lil malaikati isjudu. A kupton? Do me thonë forma urdhore nëse ndalën në këtë vend ku nuk lejohet gjatë leximit recitimit të Kuranit ndalësh, është fillosh usjudu. Dhe kur Allahu ju pa të thënë melaqeve, bëni sejdë Ademit alayhis salam, kanë thënë dietarët, a hin këtë urdhër të Allahut të gjitha melaqet e Allahut Azza wa Jall, apo ki urdhër është i veçantë vetëm për një grup specifik të melaqeve të Allahut subhanahu wa taala? Mendimi më i vërtetë dhe i shumicës dërmuese të dietarëve është se në këtë urdhër hin gjitha melaqet e Allahut subhanahu wa taala, sepse nuk ka argument i cili na tregon se nga ky urdhër është veçuar një grup e melaqeve. Madje Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adem fasajadu", ata bënën sejdë illa iblis, përpos iblisit, që do me thënë Allahu ka bo përjashtimin e një individi nga ky grup i madh. Po të kish pa tjerë me iblisin cilët nuk kanë bo sejdë, ose nuk kanë hyrë në urdhrin e Allahut, Allahu Azza wa Jall do i kish përmend ata të tjerët të cilët nuk i kanë bërë sejdë Ademit alayhis salam. Çështje tjetër, vëllezër, është çfarë do të thotë sejdja në këtë ajet. Në gjuhën arabe, fjala as-sujud do të thotë nënshtrim dhe përulje. Kjo është në aspekt gjuhësor, ndërsa në aspekt fetar është vendosja e ballit të dikujt në tokë si shenjë respekti ose si shenjë adhurimi. Kjo është kuptimi i fjalës e sujud në sheriat. Ndërsa në gjuhë do të thotë për ulje dhe në shtrim për para dikujt. Andaj disa prej dietarëve kanë thënë, fjala e sujud nuk e ka për qëllim sejdë në njohur cilën ne e dina si sejdë. Andaj kur Allahu ju pa thënë melaqeve bëni sejdë Ademit alayhis salam, kanë thënë se nuk e ka për qëllim atë sejdë të cilën ne e njohim si sejdë. Mirë, po vëllezër, për këtë nuk ka argument fetar. Nga se nëse përdorimi fetar është më i shpesh se sa përdorimi gjuhësor i një fjale, atëherë kjo fjalë
përdoret në përgjithësi në kuptimin fetar. Sikur se është për shembull fjala as-salat në gjuhën arabe, e cila do të thotë në gjuhë dua, lutje. Mirë po kur ka ardhur feja dhe këtë fjalë ka marrë dhe ka përdor me një kontekst veçantë, dhe ky kontekst i veçantë është bërë më i përdorur se kuptimi i përgjithshëm i fjalës as-salat, atëherë themi se nëse kjo fjalë përdoret dhe thuhet as-salat, neve fillimisht duhet na shkon ndërmend çfarë? Namazi, jo lutja. Edhe pse namazi si namaz përmban vetë lutje. Andaj dietat kanë thënë, kur Allahu ka thënë, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam", kur ju thamë ne melaqeve, bëni sejdë Ademit alayhis salam, do të thotë bëni sejdë atë sejdën të cilën ne e njohim. Ajo është vendosja e ballit të dikujt përpara dikujt tjetër. E jo sejdë, ajo është për ulje ose në shtrim përpara dikujt, siç ka ardhur fjala e sujud në kontekst gjuhësor. Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala, do me thënë ajo e cila dëshmon për këtë, nuk është argument në mesele, po dëshmon për këtë argument përgjithshëm cilin e ka përmend Allahu në Kur'an, është hadithi i Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala, të cilin e ka nxjerrë Ahmedin, Musnedin e tij, ku ka thënë pejgamberi Allahu alayhi salatu wassalam, kur i biri Ademit lexon sejdën, do me thënë lexon Kur'an vend ku ka sejdë, dhe i bjen Allahut në sejdë, shejtani largohet duke qarë dhe thot, ja wejle, mirë për mu. Umira ibnu Adem bis sujudi fasajada falahu al-janna. Mirë për mu, i biri Ademit u urdhnu që të bën sejdë, bëni sejdë dhe ai ka xhennetin, ndërsa urdhnova unë që t'i bëj sejdë Ademit alayhis salam dhe nuk bëna sejdë, andaj Allahu do të na jep çfarë? Xhehenemin. Që do të thotë se kuptimi i sujudit është ai sujud të cilin e njeh shejtani gjatë kryerjes së sejdës, gjatë leximit të ajeteve ku ka sejdë. A e kuptoni vëzni? Do me thënë, kjo është ajo e cila dëshmon këtë mesele si argument jashtëm se sujudi i përmendur në ajetet ku Allahu ka urdhru që t'i bëhet sejdë Ademit alayhis salam është ai sujud apo ajo sejdë të cilën muslimanët sot e njohin dhe cila bëhet si pjesë përbërëse e namazit apo si pjesë shtyll namazin cilin e bëjmë ne për Allahu subhanahu wa ta'ala. Çështje tjetër vllazni është se iblisi a është prej melaqeve të Allahut apo është krijesë tjetër prej krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në këtë mesele, siç kanë thënë dietarët, kjo është një prej meseleve ku dietarët kanë bërë polemik gjatë. Kur them polemik gjatë, me të vërtet polemik tepër gjatë, dhe secila palë ka thënë se mendimi jonë është hak dhe se shumica e dietarëve janë me mendimin tonë. Janë tre mendime bazë në këtë mesele. Mendimi i parë është se iblisi është melaqe prej melaqeve të Allahut azza wa jall, dhe thot Qurtubiu, Allahu më mëshiroft, kjo është mendimi i shumicës dietarë. Thot Qurtubiu se kjo është mendimi i shumicës, do me thonë këtë mendimi ja ka përshkruajtur shumicës dietarëve të tefsirit. Dhe këta dietarë janë argumentuar me fjalën e Allahut azza wa jall, wa idh qulna lil malaike, dhe kur ju thamë ne melaqeve usjudu, bëni sejdë Ademit alayhis salam, fasajadu, ata bënën sejdë illa iblis, përpos iblisit. Përjashtimi nga ky grup është përjashtimi i iblisit nga një grup i cili quhet çfarë? Melaq. Andaj kanë thënë se iblisi ka qenë melek prej melekëve të Allahut subhanahu wa taala. Mendimi i dytë është se iblisi nuk është melek, po është krijesë tjetër e cila njihet si xhin. Argument për këtë është thënia e Allahut azza wa jall në surën Al-Kahf, ku thot Allahu subhanahu wa taala fafasaqa an amri kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbih, ishte prej xhineve dhe i cili doli nga urdhri i Zotit vet. Thotë Sha'rawi, Allahu më mëshiroft, ky ajet është argumenti i prerë në këtë mesele se nuk lejohet dalja nga ky kuptim cilin e ka përmend Allahu në surën Kahf, nxilsimin e iblisit vetëm se si xhin. Nuk lejohet që të cilësohet si melaq. Po ashtu argument se
Iblisi nuk është prej melaqeve, është prej gjinve, është se ne e dim se nga natyra e gjinve është se gjinët qfar? Nuk i bëjnë gjina Allahut azza wa jall dhe se ata nuk kanë vullnet lirë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Ata nuk e thejnë urdhrin e Allahut, kur Allahu të urdhron dhe bëjnë atë me cilën i ka urdhruar Allahu subhanahu wa ta'ala, që do të thotë se ata për nga natyra nuk kanë mundësi ta thejnë urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse Allahu i ka urdhruar me diçka, ata do ta shojnë në vend urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe s'ka mundësi, nuk ekziston mundësia që me laqet ta thejnë urdhrin e Allahut azza wa jall. Ndërsa Iblisi aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Ka refuzu, ka bo kibër dhe në fund është ba prej qafirave, që nuk ka mundësi tjetë kjo tek me laqet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Argument tjetër se Iblisi është gjin dhe nuk është prej me laqeve, është se Iblisi ka pasardhës, dërsa me laqet si me laqe nuk kanë pasardhës. As një prej me laqe vllazni nuk ka pasardhës, ndërsa Iblisi ka dhurrije. Për këtë shkak Allahu subhanahu wa ta'ala kur ka përmend Iblisin në surën Al-A'raf ka thonë: "E fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni." A do ta mirni atë Iblisin dhe pasardhësit e tij si miq përpos meje? Do me thonë Allahu ju drejtohet gjinahqarve dhe gjafirave dhe ju thot: "A e keni zëvendësuar miqsinë e Allahut me miqsinë tuaj ndaj armikut të Allahut dhe pasardhësve të tij, të Iblisit?" Ka ardhur një njeri tek Sha'bi rahimahullah, një prej imamëve tabi'inëve, dhe ka thonë: "A ka Iblisi bashkëshorte?" Dhe Sha'bi e ka shikuar, ka thonë: "Pasha Allahin, s'kam prezantuar ndarësmën ati." Pastaj thot: "Mu kujtu fjala e Allahut azza wa jall: E fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu." Pastaj thot: "Mu kujtu kjo ajet në surën Al-A'raf, ku thot Allahu e merrni Iblisin edhe pasardhësit e tij si miq përpos meje, ndërsa ata janë armiq tuaj." Atëherë thot e kuptova se njeriu për të pat dhurrijet, për të pat pasardhës, me dojë mos çfarë të ketë? Bashkëshorte. Pastaj thot i thash: "Po pasha Allahun, Iblisi ka bashkëshorte." Edhe pse s'ka prezantuar ndarësmën ati, ka kuptuar prej fjalës së Allahut në surën Al-A'raf se Iblisi ka bashkëshorte dhe ka pasardhës, gjë e cila nuk është e mundshme tek kush? Tek melaqet e Allahut azza wa jall. Se fillimisht melaqet e Allahut nuk kanë çfarë? Nuk kanë gjini. E mos të flasim më të kenë bashkëshort ose bashkëshorte dhe të kenë pasardhës. Po ashtu prej dëshmive cilat tregojnë se Iblisi nuk ka qenë prej melaqeve të Allahut, është emri i tij Iblis. Nga se fjala Iblis rrjedh nga fjala Iblas, që do të thotë largim nga mirësia dhe nga khejri. Do me thonë, kjo krijes, për nga emri i tij është krijes e larguar nga çdo lloj mirësie dhe nuk ka mundësi asnjëherë, pasi e ka bo këtë krim, që të afrohet me mirësinë, sepse prej emrit të tij se është krijes e larguar nga khejri dhe mirësia Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala: "Ma kana Iblisu min al-malaika." Iblisi nuk ka qenë prej melaqeve asnjëherë. Asnjëherë nuk ka qenë. Pse e thot Hasan al-Basri këtë? Nga se grupi i parë i dietarëve kanë thënë se ai ka qenë melaqe. Mirë, po kur e ka bë këtë krim, çfarë ka bë Allah? Shejtan. Allahu e ka bë shejtan, do me thonë i ka dhënë cilësitë krijesës së re, e cila nuk ka ekzistuar deri në atë kohë. Thot Al-Hasan al-Basri rahimahullah: Allahu i vraftë ata cilët thonë se Iblisi është prej melaqeve. Pasha Allahun, Iblisi s'ka qenë asnjëherë melaqe, as për një moment. Dhe thot Hasan al-Basri rahimahullah: "Wa innahu la aslul jin kama anna Adama aslul ins." Dhe ai është baba i gjinve, ashtu siç është Ademi alayhi salam baba i njerëzimit. Do me thonë mendimi e Hasan al-Basri rahimahullah se Iblisi është baba, është esenca e gjithë gjineve, dhe pse në këtë mesele ka mos pajtim tek dietarët. Dhe mendimi i tretë, vëllezër, këtë mesele është mendimi i Ibn Qayyimit, dhe do me thonë thuhet se ka anu ka ki mendimi Ibn Taymi rahimahullah në disa fetva të tija dhe disa të tjerë, se
mendimi I cili I bashkon këto dy mendimet në realitet, dy mendimet e para, cilat kanë thënë se Iblisi ka qenë melaçe për nga pamja e jashtme. Mirë po ka qenë krijesë tjetër për nga esenca e tij dhe për nga brendësia e tij. Sepse ka thonë ai ka qenë melaçe në formë dhe në adhurim dhe në veprat e dukshme. Mirë po nuk ka qenë melaçe në esencë, se esencën e ka nga zjarri, ndërsa melaçet e kanë esencën nga drita, dhe nuk ka qenë melaçe për nga vullneti I lirë I tij, sepse ai ka pat vullnet lirë, ndërsa melaçet nuk kanë vullnet lirë. Mirë po për këtë ndarje nuk ka argument fetar. Ne I duam dietarët tonë, I respektojmë dietarët tonë, mirë po kur na merr mendja mbas asaj cilën e kina mësu se e kanë gabim, themi se e kanë gabim. Edhe ky mendim përgjithsi nuk ka qenë si mendim I njohur tek dietarët e parë të selefit, tek të cilët janë të njohur këta dy mendimet e para, ajo se ai ka qenë melaç ose se ai ka qenë xhin. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah ka bashku këto dy mendimet dhe thotë në esencë nuk ka ndonjë ndarje mes tyre dietarëve të cilët kanë thënë melaç ose se është xhin, po ato janë një mendim në realitet dhe e ka shpjeguar atë cilën u thash unë juve. Çështje tjetër vllazni. Thotë Allahu subhanahu wa taala fasajadu. Ata I bënën sejdë. Kush? Thamë se gjithë melaçet I pat bën sejdë Ademit alayhis salam. Illa Iblis, përpos Iblisit. Kur Allahu ka thonë usjudu li Adem, bëni sejdë Ademit alayhis salam, a ka hyrë këtë urdhër Iblisi apo nuk ka hyrë? Dietarët kanë thënë Iblisi ka hyrë këtë urdhër. Mirë po pasi që ai nuk I ka bë sejdë Ademit alayhis salam, thuhet se Allahu e ka urdhëruar për s'dyti herë. Urdhër të veçantë për Iblisin. Argument për këtë është fjala e Allahut azza wa jall, kur Allahu thot në surën Al-A'raf, pse o Iblis nuk I bën sejdë atij cilin unë të kam urdhëruar, idh amartuk, unë të kam urdhëruar që ti bësh sejdë. Kanë thënë ky dietar se ky ajet aludon se Allahu e pat urdhëruar Iblisin që t'i bën sejdë Ademit alayhis salam për s'dyti herë. Që ai t'i bën sejdë nga se herën e parë këta krijesa, ato janë melaçet, ju patën përgjigj për pos një prej krijesave e cila nuk ka qenë prej tyre, po ka qenë mesin e tyre, nuk I pat bën sejdë Ademit alayhis salam. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ka thonë çfarë të ndaloi ti o Iblis që ti bësh sejdë kësaj krijese kur unë të urdhnova, do me thonë idh amartuk, kur unë të urdhnova ty. Kanë thonë dietarët se kur Allahu e ka përmend për emrin ty, do të thotë se Allahu e ka urdhnuar urdhër të veçantë Iblisin pasi që e pat urdhnuar atë dhe melaçet tjera që ti bëjnë sejdë Ademit alayhis salam. Thotë Allahu subhanahu wa taala illa Iblisa aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Përpos Iblisit, I cili ka bë iba. Kjo është refuzim. Do me thënë është diçka e dukshme. Allahu subhanahu wa taala na tregon se në këtë vend Iblisi ka refuzuar që t'i bën sejdë Ademit alayhis salam. Por ajo që është interesant se Allahu nuk ka filluar me diçka e cila është e brendshme. Ajo është istikbar. Ajo është kryelartësia, se kryelartësia është diçka e cila nuk duket, është diçka e brendshme, edhe pse ne mund ta shohim se si reflekton ajo në veprat e njeriu, por Allahu ka treguar reflektimin para se ta tregon shkakun e asaj. Andaj Allahu ka thonë eba wastakbar, ka refuzuar sepse ka bërë çfarë? Kibër. Wastakbar, kjo wow dhe ka bërë kibër, do me thonë nga se ka bërë kibër. Për këtë shkak Allahu ka treguar atë e cila është e dukshme në sytë e krijesave, jo atë e cila është e veçantë mes robit edhe Allahut azza wa jall, në këtë rast kibri. Për këtë shkak Allahu ka treguar se ai ka refuzuar dhe këtë e kanë pa melaçet dhe e kanë pa krijesa të tjera. Wastakbar dhe ka bë kibër, do me thënë Allahu ka treguar shkakun e kibrit të kësaj krijese, ndërsa kibri vllaznia apo kryelartësia është ti llogaritësh tjerët në pozitë më të ulët se sa je vet. Është ti llogaritësh tjerët në pozitë më të ulët se sa je vet. Andaj nëse vjen e vërteta prej tyre, ti refuzon këtë vërtetë, ose nëse vjen e vërteta prej dikujt I cili është më I lartë, po ka të bëjë me ata cilët ti I sheh më të ulët,
ti prapë refuzon të vërtetën, siç është rasti i kujt? Rasti i iblisit, sepse ai ka njoftë Allahun dhe ka njoftë madhrinë e Allahut azza wa jall, mirë po për shkak të nënçmimit të tij ndaj Ademit alayhis salam, nuk i ka bërë sejdë Ademit alayhis salam dhe e ka thirrë urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, sejdëja e melaqeve ndaj Allahut azza wa jall është çelësi i çdo lumturie. Po ashtu thot sejdëja e iblisit ndaj Ademit alayhis salam është lumturi, është çelësi i çdo lumturie, mirë po nefsi i tij ignorant, vetja e tij ignorante dhe e pa drejt e bani që ai për shkak të kibrit dhe hasedit ta thënë urdhin e Allahut azza wa jall. Dhe me kët ai ta tërheq mbi veten e tij mllefin e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Aba wastakbar wa kana min al-kafirin." Bani iba refuzoi dhe bani kibër u bë krye lart, wa kana min al-kafirin, dhe ishte prej kujt? Kafirave. Në shikim të parë, fjala wa kana min al-kafirin vëllezër ka kuptimin dhe ishte prej kafirave. Do me thonë, ishte një prej një grupi të madh, të cilët cilësohen si çfarë? Si kafira. Andaj disa prej dietarëve kanë thonë, a është iblisi kafiri i parë apo ka pat përpara iblisit kafira? Sepse Allahu kur e ka përshkruajtur wa kana min al-kafirin dhe ishte prej kafirave, do me thonë pas ka pat në kohën e atij kafira, dhe ajo është bërë prej këtij grupi kafira. Mirë, por realiteti dhe mendimi më i vërtet, Allahu alem, i këtij ajeti është wa kana, do me thonë kuptimi i fjalës kana është u bë prej kafirave, se deri në atë kohë nuk ka pat kafira. U bë prej kafirave, dhe kjo është kafiri i parë. Edhe pse në këtë mesele ka mos pajtim tek dietar. Mirë, po fjala wa kana min al-kafirin është u bë prej kafirave, dhe për këtë dëshmojnë shumë ajete në librin e Allahut azza wa jall se fjala apo folja kana ishte ka kuptimin në disa herë u bë, siç ka ardhur në surën An-Naba dhe në për sure tjera kur Allahu subhanahu wa taala ka përmend disa shenja të ditës së gjykimit apo disa elemente të cilat ndodhin përpara ditës së gjykimit. Për këtë çka wa kana min al-kafirin, do me thonë ishte prej kafirave. Çështje tjetër vëllezër. Kur folëm ne për realitetin e sejdës, dhe kjo është send i rëndësishëm i cili do me thonë krejtësisht ka dalë fikryes. Kur kina fol për realitetin e sejdës, unë kom fol vetëm me një aspekt, ajo është forma e kësaj sejdëje. Do me thonë forma e sejdës, a është sejdë të cilën ne e njohim si sejdë, apo është kuptimi i fjalës sujud apo sejdë në kuptim gjuhësor. Dhe ne thamë se për sujudin cilin e ka përmendë Allahu të melaqeve ndaj Ademit alayhis salam është sujudi me kuptimin sheriatik, do me thonë me kuptimin fetar. Mirë po, ijmaji e muslimanëve është se sujudi si ibadet, sejdëja si ibadet nuk lejohet të bëhet vetëm se ndaj Allahu subhanahu wa taala. Atëherë si ka mundësi që Allahu ta urdhnon një grup të krijesave të tija që t'i bëjnë sejdë një krijesë tjetër të Allahu subhanahu wa taala? Thot Ibn Hazmi rahimahullah, nuk ka mos pajtim mes dietarëve se sejdëja të cilën e ka përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, urdhri do me thonë për sejdët me laqeve ndaj Ademit alayhis salam, nuk është sejdë ibadeti. Dhe kush mendon thot se me laqet i patën bo sejdë Ademit alayhis salam ashtu siç ne i bëjmë sejdë Allahut, ai thot ka dalë prej dinit Allahut subhanahu wa taala. Sepse kjo nuk është sejdë ibadeti, por është sejdë respekti, gjë e cila ka qenë lejuar në sheriatet, në fetë përpara neve. Në sheriat do me thonë jo në fe, po në dispozitat përpara neve. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala për Jakubin edhe për pasardhësit e tij kur i ka pru Jusufi alayhis salam në Egjipt, thot Allahu wa kharru lahu sujada, dhe ata i ran atij në çfarë? Në sejdë. Ata i kanë ra atij në sejdë. Andaj kjo ka qenë lejuar tek sheriatet përpara nesh, mirë po me ardhjen e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe me plotësimin e këtij mesazhit, Allahu azza wa jalla ka ndalu këtë lloj të respektimit ndaj dikujt për ta ndarë derën e çfarë? E shirkut. Është një derë prej dyrëve të shirkut, cilën e ka mbyll Allahu subhanahu wa taala me plotësimin e mesazhit të fesë së tij. Andaj sejdëja të cilën e kanë bën melaqet
ndaj Ademit alayhis salam, është sejdë të cilën ne e dina dhe e shohim formën e saj, mirë po dallon shkaku pse e kanë bërë këto melaqe sejdën ndaj Ademit alayhis salam. Ajo është se Allahu i ka urdhëruar që në formë respekti ti bëjnë sejdë Ademit alayhis salam dhe jo si ibadet. Dhe kjo është mendimi i dietarëve të ehli sunnetit, cilët kanë thënë se Allahu subhanahu wa taala, thotë Ar-Razi rahimahullah në tefsirin e tij, Allahu azza wa jall i pat obligu, i pat urdhnu me laqet që t'i bëjnë sejdë Ademit alayhis salam, sejdë respekti, jo sejdë ibadeti, nga se është e pamundshme. Nuk mund të paramendohet që Allahu ta urdhnon dikon t'i bëj Allahu shirk. Allahu nuk urdhnon vëllezër në shirk. Thot Allahu në fund të ajetit: "Aba wastakbar wa kana min al-kafirin", ka refuzu, ka tregu kryelartësi dhe është bërë prej qafirave. Kanë thënë disa prej dietarëve, Allahu azza wa jall kur e ka përmend këtë tregim në librin e tij dhe e ka cilësuar iblisin, e ka cilësu iblisin dhe formën se si e ka refuzuar urdhrin e Allahut, në asnjë vend në Kur'an nuk e ka cilësu me këto tre cilësi. Me refuzim, me kryelartësi, edhe nuk e ka cilësu si qafir për një herë. E ka cilësu se ka refuzu, e ka cilësu se ka pat hased, e ka cilësu si qafir, mirë po të tre cilësit një pas një nuk e ka përmend në asnjë vend, vetëm se në surën Al-Baqara në ajetin të cilin e përmendëm ne tash. Për këtë shkak dietarët kanë thënë, kur Allahu ka përmend refuzimin dhe ka përmend kryelartësinë dhe ka përmend kufrin, pastaj cili rast e ka përmend? Rastin e Benu Israilëve. Për të na treguar Allahu azza wa jall për ata popuj të cilët i kanë ngjajt iblisit në mënyrën se si e kanë thirrë urdhrin e Allahut azza wa jall. Dhe shembulli më i mirë i një populli i cili e ka thirrë vazhdimisht urdhrin e Allahut, kush janë? Benu Israil. Andaj Allahu ka përmend shembullin e parë të armiqësisë së iblisit ndaj babës së njerëzimit Ademit alayhis salam, pas asaj ka përmend popullin i cili më së miri e ka pasu kë armikun ton dhe armikun e babës ton, iblisin. E kanë pasu në mënyrën se si e kanë thirrë ato urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo vëllezër shkurtimisht është rreth asaj cilën e ka përmend Allahu azza wa jall në këtë ajet, në fjalën e Allahut subhanahu wa taala: "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin." Lusim Allahu subhanahu wa taala që të na bën dobi për asaj të cilën e thash. Lusim Allahu subhanahu wa taala që to mezhlise t'i bën argument për ne, jo argument kundër ne. Allahu azza wa jall t'i bën to mezhlise si shkak i shlirjeve gjinahave tona. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.